Data 14 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 19. Kur Zoti Perëndia yt të ketë çfarosur kombet e vendeve që të jep dhe ti t'i kesh dëbuar dhe të banosh në qytetet dhe shtëpitë e tyre, do të veçosh 3 qytete në mes të vendit që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimi. Do të përgatisësh rrugë dhe do ta ndash në 3 pjesë vendin që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimi, me qëllim që çdo vrasës të mund të strehohet në të. Dhe ky është rregulli për vrasësin që strehohet aty, që të shpëtojë jetën e tij. Kushdo që ka vrarë të afërmin e tij pa dashje, pa e urryer më parë. Kështu kur dikush shkon me shokun e tij në pyll për të prerë dru, dhe ndërsa i bie një druri me sapata del nga bishti dhe godet shokun që pastaj vdes, ai do të strehohet në një nga këto qytete dhe do ta shpëtojë jetën. Sepse hakmarrësi i gjakut, ndërsa zemërimi i vlon në zemër, të mos e ndjek vrasësin dhe ta harrijë, kur rruga është shumë e gjatë dhe ta vras edhe pse nuk e meriton vdekjen, sepse në të kaluarën nuk e kishte urryer shokun e tij. Prandaj të urdhëroj në këtë mënyrë: veço 3 qytete. Në rast se më pas Zoti Perëndia yt zgjeron kufit e tu, ashtu siç u është betuar etërve të tu dhe ta jep tër vendin që u kishte premtuar t'u jepte etërve të tu, në rast se ti respekton këto urdhra që unë të jap sot, duke e dashur Zotin Perëndin tënd dhe duke ecur gjithnjë në rrugët e tij, atëherë do të ushtosh 3 qytete të tjera, 3 të parave, me qëllim që të mos derdhet gjak i pafajshëm në mes të vendit që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimi dhe ti të mos bëhesh fajtor për vrasje. Por në rast se një njeriu urren të afërmin e tij, i zëprit, e sulmon dhe plagos për vdekje, dhe pastaj strehohet në një nga këto qytete, pleqtë e qytetit të tij do të dërgojnë ta marrin që andej dhe do t'ia dorëzojnë hakmarrësit të gjakut që të vritet. Syri yt nuk do të ketë mëshirë për të, por do t'i heqësh Izraelit fajin që ka derdhur gjak të pafajshëm dhe kështu do të kesh mbarsi. Nuk do të lëvizësh kufitët e afërmit tënd, të vendosura nga pasardhësit në trashëgimin që do të gëzosh në vendin që Zoti Perëndia yt të jep në zotërim. Një dëshmitar i vetëm nuk mjafton për të akuzuar dikë për çfarëdo krimi apo mëkati të kryer. Fakti do të përcaktohet me deponimin e 2 ose 3 dëshmitarëve. Në rast se kundër dikujt ngrihet një dëshmitar i rrem dhe e akuzon për një krim, atëherë 2 njerëzit midis të cilëve zhvillohet mosmarrveshja do të paraqiten përpara Zotit, përpara priftërinjve dhe gjykatësve në funksion ato ditë. Gjykatësi do ta hetojë me kujdes çështjen, dhe në rast se del që ai dëshmitar është një dëshmitar i rrem që ka deponuar gënjeshtra kundër vëllait, atëherë do t'i bëni atij atë që kishte ndërmend t'i bënte vëllait të tij, kështu do ta shkulni të keqen nga mesi juaj. Të tjerët do ta mësojnë dhe do të tremben, dhe qysh atëherë nuk do të kryhet më në mes tuaj një veprim aq i keq. Syri yt nuk do të ketë mëshirë, por do t'i përmbahet rregullit jetë për jetë, sy për sy, dhëmb për dhëmb, dorë për dorë, këmbë për këmbë. Psalmi 106. Haleluja. Kremtoni Zotin sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kush mund ta përshkruajë bëmat e Zotit ose të shpallë tërë lavdinë e tij? Lum ata që respektojnë drejtësinë, që bëjnë atë që është e drejtë në çdo kohë. Mos më harro mua, Zot, sipas mirësisë sate, që tregon ndaj popullit tënd, dhe më vizito me shpëtimin tënd, me qëllim që të shoh mirëqenien e të zgjedhurve të tu, të kënaqem në gëzimin e kombit tënd dhe të mbushem me lavdi për trashëgimin tënde. Ne dhe etrit tan kemi mëkatuar, kemi bërë pa udhësi dhe të këqija. Etrit tan në Egjipt nuk i kuptuan mrekullitë tua, nuk kujtuan numrin e madh të mirësive të tua dhe ngriten krye pranë detit, deti i kuq. Megjithatë Zoti i shpëtoi për hir të emrit të tij, për të bërë të njohur fuqinë e tij. I bërtiti detit të kuq dhe ai u tha, dhe u udhëhoqi nëpër humnerat si nëpër një shkretëtir. I shpëtoi nga dora e tij që i urrente dhe i shpengoi nga dora e armikut. Dhe ujërat i mbuluan armiqtë e tyre dhe nuk shpëtoi as edhe një prej tyre. Atëherë u besuan fjalëve të tij dhe kënduan lavdinë e tij. Por shpejt i harruan veprat e tij dhe nuk pritën me besim plotësimin e planit të tij. U ndezen nga lakmia në shkretëtir dhe tunduan Perëndin në vetmi. Dhe ai u dha atyre sa i kërkonin, por dërgoi midis tyre një lëngat që paksoi numrin e tyre. Kur në kamp patën smir Mojsiun dhe Aronin, i shenjti i Zotit, toka u përhap dhe përpiu Dathanin dhe groposi grupin e Abiramit. Një zjarr shpërtheu në mes të tyre dhe flaka i përpiu të pabesët. Bën një viç në Horeb dhe adhuruan një shëmbëltyr prej metalit të shkrirë, dhe ndërruan lavdinë e tyre me shëmbëltyrën e një kau që ha bar.
Harruan Perëndin, shpëtimtarin e tyre, që kishte bërë gjëra të mëdha në Egjipt, mrekullit në vendin e Kamit, gjëra të tmerrshme në detin e Kuq. Prandaj ai tha se do t'i shfaros, por Mojsiu, i zgjedhur i tij, u paraqit mbi të qarën përpara tij për të penguar që zemërimi i tij t'i shkatërronte. Ata e përçmuan akoma vendin e mrekullueshëm, nuk i besuan fjalës së tij, por murmuritën në çadrat e tyre dhe nuk dëgjuan zërin e Zotit. Prandaj ai ngriti dorën kundër tyre, duke u betuar se do t'i rrëzonte në shkretë e tir, dhe se do t'i zhdukte pasardhësit e tyre midis kombeve dhe se do t'i shpërndante në të gjitha vendet. Ata i shërbyen edhe Baal Peorit dhe hëngrën flijimet e të vdekurve. E zemëruan Perëndin me veprimet e tyre dhe në mes tyre plasi Murtaja. Por Fineasi u ngrit dhe bëri drejtësi, dhe Murtaja pushoi. Dhe kjo ju vu në llogari të drejtësisë brez pas brezi për jetë. Ata e provokuan përsëri në ujërat e Meribas, dhe Mojsiu pësoi të keqen për shkak të tyre, sepse ja shpërsoi frymën e tij, të Mojsiut, dhe ai foli pa menduar me buzët e tij. Ata nuk shkatërruan popujt siç kishte porositur Zoti, por u përzien midis popujve dhe mësuan veprat e tyre, u shërbyen idhujve të tyre, dhe këta u bën një lak për ta. U afliuan demonëve bijt dhe bijat e tyre dhe derdhën gjak të pafajshëm, gjakun e bijve të tyre dhe të bijave të tyre, që u fliuan për idhujt e Kanaanit dhe vendi u ndot nga gjaku i derdhur. Kështu ata ndotën me veprat e tyre dhe u kurvëruan me aktet e tyre. Dhe zemërimi i Zotit u ndez kundër popullit të tij dhe ai ndjeu një neveri për trashëgiminë e tij. I lanë në dorë të kombeve dhe u sunduan nga ata që i urrenin. Armiqtë e tyre i shtypen dhe ata ju nënshtruan pushtetit e tyre. Ai çliroi shumë herë, por ata vazhduan të ngrenë krye dhe të zhytën në paudhësinë e tyre. Megjithatë, ai kushtoi kujdes ankthit të tyre, kur dëgjoi britmat e tyre, dhe ju kujtua beslidhja e lidhur me ta dhe në dhemshurinë e madhe të tij u qetësua. Bëri që ata të fitojnë përkrahje ndër të gjithë ata që i kishin quar në robëri. Na shpëto Zot, Perëndia ynë, dhe na mblidh midis kombeve me qëllim që të kremtojmë emrin tënd të shenjtë dhe të lumturohemi duke të lëvduar. I bekuar qoftë Zoti, Perëndia e Izraelit, nga përjetësia në përjetësi, dhe tërë populli le të thotë amen. Haleluja. Isaia, kapitulli 46. Beli ka rënë, nebo është rrëzuar. Idhujt e tyre i kanë quar tutje me kafshë barre dhe me pela. Gjëra që ju transportonit janë ngarkuar si pesha të rënda për kafshët e lodhura. Janë shembur, kanë rënë bashk, nuk kanë mundur të shpëtojnë ngarkesën, por ata vetë kanë shkuar në robëri. Dëgjomën jo shtëpia e Jakobit dhe tërmbetja e shtëpisë së Izraelit, që ju kam përkrahur që kur keni lindur, që jeni mbajtur nga unë qysh në bark të nënës. Deri në pleqërinë tuaj unë do të mbetem poj, unë do t'ju mbaj derisa të thinjeni. Unë ju kam bërë dhe unë do t'ju përkrah, po, do t'ju mbaj dhe do t'ju shpëtoj. Me cilin doni të më barazoni, me cilin doni të më krahasoni që mund të jemi të një llojit. Këta hargjojnë arin e çantës dhe peshojnë argjendin me peshore, paguaj një argjendar që me to të sajoj një perëndi, pastaj bien përmbys para tij dhe adhurojnë. E ngarkojnë mbi kurriz dhe e mbartin e vënë në vendin e tij dhe mbetet atje. Nga vendi i tij nuk lëvizet më. Edhe sikur dikush t'i tharras atij, ai nuk i përgjigjet, as e shpëton nga fatkeqësia e tij. Kujtoni këtë dhe tregohuni burra. Sillini atë ndërmend o shkelës. Kujtoni gjërat e kaluara të kohëve shumë të vjetra, sepse unë jam Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër. Jam Perëndia dhe askush nuk më ngjet mua, që shpall fundin që në fillim dhe shumë kohë më parë gjëra që ende nuk janë bërë, duke thënë, plani im do të realizohet dhe do të bëj gjithçka më pëlqen, duke thirrur nga lindja një zog grabiqar dhe nga një tokë e largët njeriu që do të zbatoj planin tim. Po, kam folur dhe do të bëj që të ndodh. Kam bërë planin dhe do ta realizoj. Dëgjomën jo zemër kryeneq që jeni larguar drejtësisë, po e afroj drejtësinë time. Ajo nuk është larg, shpëtimi im nuk do të vënoj. Do ta vë shpëtimin te Sioni dhe do t'i tregoj lavdin time Izraelit. Zbulesa, kapitulli 16. Dhe dëgjova një zë të madh prej tempullit, që u thoshte të 7 ëngjëve: Shkoni dhe derdhni në dhe kupat e zemërimit të Perëndisë. Dhe i pari shkoi dhe e derdhi kupën e tij mbi dhe u bë një ulqër e keqe dhe e ligë të njerëzit që kishin damkën e bishës dhe që adhuronin figurën e saj. Dhe ëngjëlli i dytë e derdhi kupën e tij në det, dhe u bë gjak si një të vdekuri
dhe çdo shenjë që jetoi në det vdiq. Dhe ëngjëlli i tretë derdhi kupën e tij në lumenj dhe në burimet e ujrave dhe u bë gjak. Dhe dëgjova ëngjëllin e ujrave duke thënë: Ti je i drejtë o Zot, që je dhe që ishe, edhe i shenjti që gjykon këto gjëra. Sepse derdhën gjakun e shenjtorëve dhe të profetëve dhe ti u dhe atyre të pinë gjak sepse e meritojnë. Dhe dëgjova një tjetër që thoshte prej altarit: Po Zot, Perëndi i gjithëpushtetshëm, gjykimet e tua janë të vërteta dhe të drejta. Dhe ëngjëlli i katërt derdhi kupën e tij mbi diellin dhe ju dha atij të përzhit njerëzit me zjarr. Dhe njerëzit u përzhiten nga një përzhitje e madhe edhe blasfemuan emrin e Perëndisë që ka pushtet mbi këto plag dhe nuk u penduan që t'i japin lavdi atij. Dhe ja ëngjëlli i pestë derdhi kupën e tij mbi fronin e bishës dhe mbretëria e tij u arrsua dhe njerëzit kafshonin gjuhët e tyre nga dhembja dhe blasfemuan Perëndinë e qiellit për shkak të dhembjeve të tyre dhe ulçarave të tyre dhe nuk u penduan për veprat e tyre. Dhe ëngjëlli i gjashtë derdhi kupën e tij mbi lumin e madh Ufrat dhe uji i tij u tha për të bërë gati udhën e mbretërve që vijnë nga lindja e diellit. Dhe pashtë dilnin prej gojës së dragojit, prej gojës së bishës dhe prej gojës së profetit të Rem, 3 frymë të ndyra që u ngjanin mbretkosave, sepse janë frymra të demonëve që bëjnë shenja, që shkojnë te mbretërit e dheut dhe të gjithë botës, që t'i mbledhin për luftën e asaj dite të madhe të Perëndisë së gjithëpushtetshëm. Ja, po vi si vjedhës, luma i që rizgjuar dhe ruan rrobat e tij, që të mos eci zhveshur dhe të duket turpi i tij. Dhe i mblodhin një vend që hebraisht quhet Armagedon. Dhe ëngjëlli i shtatë e derdhi kupën e tij në erë dhe doli një zë i madh nga tempulli i qiellit nga froni, duke thënë: U bë, dhe u bën zëra dhe bubullima dhe vetëtima, dhe u bë një tërmet i madh, që i tillë nuk ishte bërë që kurse u bën njerëzit mbi tokë, një tërmet kaq fort i madh. Dhe qyteti i madh u bë në 3 pjesë, dhe qytetet e kombëve Ran dhe Babilonia e madhe u soll ndërmend përpara Perëndisë, që t'i jap asaj kupën e verës së mërisë së tij të turbuar. Dhe çdo ishull arratisi, edhe malet nuk u gjeten më. Dhe një breshër i madh me peshë për 1 talenti zbriti nga qielli mbi njerëzit, edhe njerëzit blasfemuan Perëndinë për plagën e breshërit, sepse plaga e tij ishte shumë e madhe.